Specialistët për hetimin e trafiqeve në DVP Vlorë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin e B, 58 vjeç, banues në fshatin Lazarat, si dhe shpallën në kërkim shtetasin MB, 64 vjeç, banues në Austri, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë trafikuar nga shteti holandez një kamion tip Mercedes-Benz. Specialistët për hetimin e krimeve në Vlorë referuan materiale në prokurori dhe arestuan shtetasin me iniciale ED, 41 vjeç, banues në fshatin Bishan, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj babait të tij. Shpallën në kërkim shtetasin FB, 37 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se më datë 30/10/2025 në lagjen Pavarësia Vlorë ka tentuar të vjedh banesën e një shtetasi. Proceduan penalisht shtetasin HŠ, 48 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se për motive të dobta është konfliktuar me fjalë dhe fizikisht me bashkëjetuesen e tij. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Vlorë dhe Sarand referuan materiale në prokurori dhe arestuan shtetasin SC, 19 vjeç, banues në Delvin, pasi në rrugën Nazif Hadëri Delvin u konstatua duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Proceduan penalisht shtetasin GB, 39 vjeç, banues në Sarand, pasi në lagje numër 1 në Sarand u konstatua duke shkaktuar zhurma shqetësuese nga marmita e automjetit që drejtonte. Shpallën në kërkim shtetasin AK, 29 vjeç, pasi në rrugën e fshatit Gjorm, duke drejtuar automjetin tip Opel, është përplasur me një automjet tjetër duke shkaktuar dëme materiale dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Nga verifikimet ka rezultuar se ky shtetas ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Proceduan penalisht shtetasin DM, 72 vjeç, banues në Vlorë, pasi më datë 28/10/2025 në rrugën Murat Tërbaçi, duke drejtuar automjetin tip Fiat, ka aksidentuar në vija të bardha shtetaset me iniciale NM dhe VA, të cilat ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.